Ilir Latifi është shqiptari i parë që kualifikohet për një ndeshje të rëndësishme në kampionatin e një sporti mjaft agresiv të quajtur Ultimate Fighting ose UFC. Të shtunën ai do të ndeshet me ish kampionin Gerard Mousasi në Suedi dhe kolegu ynë Kastriot Haxhia i mori një intervistë. Ky është 29 vjeçari Ilir Latifi nga Suedia, por në botën e sportit ai njihet si Sledgehammer apo Vareja nëse përkthejmë, pikërisht në duelet në artet marciale të kombinuara. Fal talentit të tij, por dhe fatit, ai do të zhvillojë një duel të shtunën me njërin nga 10 sportistët më të mirë të Ultimate Fighting Championship, shkurtimisht UFC. Latifi do të përballet me ish kampionin Gerard Mousasi në Saudi, ndeshja e parë madhore në UFC. Ne patëm rastin të intervistonim Ilir Latifin teksa ai ndodhej në Malmo në përgatitje për ndeshjen e madhe. Megjithëse ndodhej përpara një ngjarje të rëndësishme për të, Latifi na paraqit në Skype mjaft i qetë. Ai na shpjegoi fillimisht se si mori lajmin për dy luftimin që e pret të shtunën. Kjo lajm u merrti para 2-3 ditëve, kur kundërshtari Alexander Gustafsson u lënduar në të ushtru, smujti me marrë këtë match kundër Mousasi. Edhe shkoj lajmi në UFC kush mund me marrë këtë match me këtë kohën e shkurt. Kur duli lajmi thash që kofshë ka mundësi unë e marrë, s'ka problem. Jeni shqiptari i parë që merrni pjesë në një ndeshje të rëndësishme në UFC, si ndjeni para këtij dy luftimi? Po, e një vetën shumë i kënaqur. Është një sen që gjithë e kom pas në men që një ditë marrë në UFC edhe me pas match ato, por që ka me ndodhe në këtë situatë s'kom besu. Por që me thanë, Zoti është i madhe. Në një kohë kaq të shkurtër pasi u zgjedhët për dy luftimin, a jeni gati të përleshni? A ndjeni ndo pak presion pasi përfaqësoni jo vetëm Suedin dhe tifozët tuaj, por edhe shqiptarët në mbar botën? Shqiptarët gjithëm kanë përkra shumë, krejt botën, edhe ju falenderoj shumë, krejt shqiptarët, krejt botën. Këtë match që ko marrë për 2-3 ditë, edhe është puna veç për match, po edhe se më kanë i pregaditur me peshen, me killat, i kom pas kogja do killa me shtryp, por unë e shoh këtë shansë njëhen jetë, për që ata e marë, pëse kur s'ka ndodhë dikush që është debutant në UFC me hi edhe me Morocco në main event. Sa rëndësishme është përgatitja emocionale, por edhe fizike, sidomos tani që ka ngelur vetëm pak kohë para ndeshjes? Ajo është shumë me rëndësi, ajo është, që me thanë, ajo është 50% për ushtrimeve, pëse për shemëll, unë një 10 kila bi 12 kila për para meqit, që du të me shdryp, për me bo peshen për meq, që ajo është, që me thanë që ajo është meqi i parë, para meqit. Ka bërë shumë buj në media zgjedhja juaj për këtë dy luftim, dhe shumë për i krahasojnë ju me Rocky Balboa, pasi jeni ri dhe më pak i njohur se sa kundërshtar yt. Po se di unë kur se kom bëhat krahasimin, po ajo është populli vet, po e kom pa edhe unë që shumë njerëzi edhe këtu edhe në krejt botën që më krahasojnë me Rocky Balboa, po. A ju duket një ëndër për realitet përballja në qytetin tuaj me njërin nga 10 më të mirët të UFC-s? Është pak e si ëndër, po e pëlqej këtë challenge që thonë. E lindur në Malmo të Suedis, sportisti me përjardhje nga Kosova, ju fut sportit të keqit në moshën 6 vjeçare, duke fituar emër në sportet e kombinuara marciale. Ai është ndër sportistët më të njohur në Skandinavi, duke fituar shumë kampionate të ndryshme në Evropë. Do t'i falenderoj popullit shqiptar, krejt botën, që më kanë përkra dhe gjithë më kanë përkra,
ndonë forcë, edhe ju bëjt fala krejt shqiptarëve në botë, krejt. Faleminderit shumë. Zoti Latifi, urime, ju urojmë të fitoni në këtë ndeshje dhe suksesën të ardhmen. Faleminderit.